Bismillahirrahmanirrahim. Nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës në konferencën 100 vjet Komuniteti Musliman të Shqipërisë. Muslimanët shqiptar po përjetojnë 2023-shin si vitin jubilar të 100 vjetorit të themelimit të Komunitetit Musliman, i cili historikisht me veprat dhe emrin e tij ka dhënë një kontribut të madh në gjallërimin e jetës fetare dhe të traditave të kombit tonë, në edukimin e brezit të ri me frymën e paqes, dashurisë e përgjegjësisë ndaj familjes dhe shoqërisë shqiptare, si dhe në ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore të harmonisë e bashkëjetesës ndërfetare. Ai që shënoi piknisjen drejt institucionalizimit të Bashkisë Islame Shqiptare, sigurisht ishte kongresi i parë i muslimanëve shqiptar, i cili mbajti punimet nga 24 shkurtri deri në 12 mars 1923. Në këtë kongres, Komuniteti Musliman i Shqipërisë u themelua nga rilindës dhe firmëtar të pavarësisë si një bashkësi që do të përfaqësonte zërin e besimtarëve musliman në Shqipëri, në trojtë shqiptare, madje në mjaft raste edhe zërin e mbar shqiptarëve. Ndërsa pas çlirimit të vendit deri në vitin 1990, vuajtjet u bën pjesë e jetës së besimtarëve për më shumë se gjysmë shekulli. Sepse më shumë se çdo kusht tjetër dhe mbi çdo torturë fizike, besimtarëve ju mohua për kujtimin e Zotit, ndërgjegja, ju ndalua besimi dhe komunikimi që ata kishin me krijuesin e tyre. Nga politika komuniste, predikues të gjitha besimeve fetare vuajtën fate të përbashkëta të predikonin ose u burgosën për veprimtari kundër regjimit komunist. Qindra prisë fetar u internuan, u ekzekutuan apo vdiqën në përburgje. Objektet e kultit u shkatëruan dhe pasuritë e të gjitha bashkësive fetare u konfiskuan. Pas 23 viteve të ndalimit të fesë me ligj, Zoti bëri të mundur që më datë 16 nëntor 1990 të rihapet xhamia e Plumbit në Shkodër, si dhe të ringrihet Komuniteti Musliman i Shqipërisë. Kjo ishte shkëndija e parë që dha sinjalin fatlum se Islami jo vetëm që nuk ishte harruar, por vazhdonte të ishte i gjallë e i freskët në zemrat e shqiptarëve. Me rënien e regjimit komunist, komunitetet fetare filluan të riorganizoheshin mbi baza tradicionale, duke pasur si bërtham ato pak objekte kulti që ishin shpallur monumente kulture dhe ato të cilave u ishte ndëruar destinacioni, si dhe ato pak hoxhallar që i kishin rezistuar terrorit komunist. Kjo është bërë i cili është bërë pikërisht për 100 vjetorin e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, titullohet po me të njëjtin titull, 100 vjet Komuniteti Musliman të Shqipërisë 1123-2023. Në këtë libër jemi munduar të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur historinë 100 vjeçare të institucionit të KMSH-s, duke përfshirë organizimin e tij të brendshëm, marrëdhënien e tij me qeveritë e ndryshme të kohës, informacione që kanë të bëjnë me xhamit në fushën e arsimit, të kulturës, të vakfeve e tjerë, ku krahas tekstit pasqyrohen edhe faksimilet e disa dokumenteve të rëndësishme, si dhe foto të ndryshme rreth zhvillimit të tij 100 vjeçar. Konkretisht, libri përbëhet nga 7 kapituj, i cili përfshin themelimin e komunitetit musliman, periudhën e komunizmit deri në ndalimin e fesë me ligj, ringritjen e komunitetit musliman të Shqipërisë, veprimtarinë e tij gjatë dekadave të fundit, deklarata shtypi të bëra nga KMSH-ja për raste të ndryshme, një biografi të shkurtër të 10 kryetarëve të komunitetit musliman, brenda të cilave përfshihet edhe kontributi i kryetarëve në mënyrë të shkurtuar që kanë bërë për institucionin. Brenda kemi edhe foto të përzjedhura, qysh nga kongresi i parë më 1923-shin deri në vitin 2023. Hulumtimet tona kanë qenë të përqendruara tek fondi i Komunitetit Musliman të Shqipërisë pranë Arkivit Qendror të Shtetit, fond i përbërë për 500.000 dokumentash, shumë të rëndësishme dhe autentik, që nga viti 1911 deri më 1967, i cili është digitalizuar nga KMSH-ja në vitin 2018. Gjithashtu hulumtimet tona janë fokusuar gjithashtu tek arkivi i brendshëm i Komunitetit Musliman në Qendër,
të arkivi i gazetës dhe i periodikave dhe i revistave periodike të Tizani Nal dhe Drita Islame, tek fototeka e KMSH-s, te fototeka Marubi në Shkodër, te libri Rrugtimi i Fesë Islame 1912-1967 të autorit Ali Basha, te libri Një jetë në shërbim të fesë i autorëve Faik Luli, Islam Dizdari, si dhe libra të aktiviteteve 2010-2022 botime të KMSH-s. Sigurisht pasqyra është akoma më i gjerë e bibliografisë, por këto janë fokusi më i veçantë, ku edhe është përqendruar më tepër teksti. Në mbledhjen e materialeve dhe në përgatitjen e librit hasëm vështirësi të mëdha të ndryshme. Na është dashur të takonim dhe të konsultoheshim me historian, me të afërmit e disa kryetarëve, si dhe me persona e personalitete që kanë pasur drejt për drejt apo indirekt kontribut në veprimtarinë e komunitetit musliman. Duke qenë se është i pari në llojin e tij, janë zhvilluar në kohë mendimet dhe idetë përfundimtare, derisa arritëm në vendosjen e kritereve, të cilat na erdhën në ndihmë në konsolidimin e librit dhe në përqendrimin e çështjeve që menduam se duhen trajtuar. Ky libër, përveç fokusit që e karakterizon atë, që është pra historia e KMSH-s, përmban gjithashtu edhe një promovim që i bëhet institucionit me veprimtaritë e tij në fusha të ndryshme, të shoqëruara në fund me foto të aktiviteteve të përzgjedhura gjatë viteve. Në fund dhe pa e zgjatur, dua të shpreh bindjen time se ky libër do të jetë një vlerë e shtuar sa i përket ekspozimit të veprimtarisë shekullore të institucionit tonë dhe do të mbetet gur themeli për shekujt e tjerë në vazhdim, si dhe për brezat e ardhshëm. Faleminderit.